Byroja do të jetë organizëm specializuar administrativ që do të verifikoj, do të mbledh informata, do të analizoj. A mund është ma thellësisht me na kallëzu çush ka më duk kjo? Po, fillimisht nëse më pyet a je i lumtur çush ka shku deri tani, natyrisht që nuk jam i lumtur të marr parasysh faktin që ky proces ka filluar në vitin 2021. Ka filluar më herët si ide, mirë po me veprime konkrete ka filluar qysh në vitin 2021. Me 13 prill 2021 është votu koncept dokumenti, pastaj me 29 dhjetor 2021, për herë të parë është votuar në qeveri ligji. Dhe ideja është që të krijohet, do të thotë të themelohet një mekanizëm i specializuar, i cili do t'i kontribuojë tutje luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për herë të parë në Kosovë, do të thotë të përshtafohet ky koncepti i konfiskimit civil dhe është përmirë se ardhje që ky koncept është domethënë mbështet validu edhe nga gjykata kushtetuese, por edhe nga Komisioni i Venedikut. Byroja do të jetë organizëm specializuar administrativ që do të verifikoj, do të mbledh informata, do të analizoj dhe bazuar në këto, do të thotë analiza, do të procedoj tutje me kërkesën ose propozimin për gjykatë. Sa veta kam i pas? Realisht tash nuk është e përcaktuar saktësisht sa, po e dim se do ta ketë drejtorin, komisionin mbikëqyrës, do t'i ketë departamentet, do të ka 4 departamente, duke filluar nga departamenti ligjor, ai për analizë dhe risk, pastaj në 2 departamente tjera që janë të profilizuara. Secila ka 2 veta, ka 10 veta? Tash varet edhe nga ajo që do të përcaktohet nga nevojat pastaj, sepse me themelimin e kësaj do të fillojmë me legjislacionin dytësor, komisioni mbikëqyrës, drejtori, dhe do të brenda një viti do të funksionalizohet. A ndo buxhet për byro? Është parashikuar buxhet, por nuk është ndo, sepse në momentin kur funksionalizohet, atë ndahet buxheti. Po jemi në rregull, do të thotë me këto, dhe konsideroj që është ndër veprimet më të rëndësishme, ndër reformat më të rëndësishme, që garanton në një farë forme një mjet shtesë në kontributin e luftës ose në kontributin në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.